Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti në pjesën e parë të ditës ka qenë me fillime dhe vrenësira në shtim mesatare deri të dendura, ndërsa pas orëve të mesditës kemi patur prezencë të rreshjeve të shiut në pothuajse të gjithë territorin. Në zonën e Alpeve, në Verilindje dhe në juglindje të territorit kemi patur prezencë të rreshjeve të dobta të borës, ndërsa në orët e mbrëmjes rreshjet e borës do të jenë edhe në formën e stërhive. Eram do të frymë drejtim nga kuadrati jug perëndimit me shpejtësi 18 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 4 deri në 6 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 2 deri 17 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 21 gradë Celsius. Për ditën e premte, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet jetë me vrenësira mesatare deri të dendura si dhe me alternime të herpasershme me diell. Rreshtet e shiut do të bëhen prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e pasdites vonë të herpasershme dhe me intensitet të ulët, ndërsa hera herës në periudha faqkurtër rreshtet e shiut do të jenë edhe në formën e shtrëngatave. Në zonën e Alpeve, rreshtet e borës do të vijojnë të jenë sërish prezente. Ndërsa era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jug perëndimit dhe jugut, me shpejtësi mesatare 9 metër për sekond, për gjatë vijës bregdetare deri në 16 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 8 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 1 deri 11 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 13 gradë dhe në Bregdet nga 6 deri 13 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kalimi një fronti të ftohtë atmosferik. Moti parashikohet jetë me vrenësira të dendura si dhe me rreshje shiu në pjesën më të madhe të rajonit, ndërsa në relievet malore parashikohen rreshje dëbore. Përsa i përket kontinentit evropian, Mishit Britanik, Italia, Ballkani pritet të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të cilin mot në vrenësira dhe me rreshje shiu dhe dëbore. Ndryshe paraqitet pjesa tjetër e kontinentit, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të cilë mot me kthjellime dhe vrenësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, dashur, takofshim.